Gjithmonë, thëmë drejtën, kam prit një performancë të tillë policisë Kosovës. Gjithmonë kur nuk po zgjidhet politika në punën e policisë Kosovës, policia e Kosovës e bën punën e mirë. Problemi i Kosovës nuk janë mekanizmat e sigurisë. Problemi i jo sigurisë janë institucionet politike. Qeveria. Ju e dini që shpesh policia e Kosovës ka ndarë mendime me qytetarë rreth mos pjesëmarrjes disa aktiviteteve të cilat eskalojnë statën e sigurisë. Por ka qenë, domethënë qeveria e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, kryeministri i cili ka kërkuar veprimet të policisë Kosovës, për shembull në verinë e Kosovës në 4 komuna më shumicore, ku kanë shkaktuar më pas tensione dhe përplasje të komunitetit sërb deri tek ato raste ku Kosova është sankcionuar. Prandaj mund të them, nëse ne e lëmë policinë të pavarur në punën e tyre, duke zbatuar me pikëmëri ligjin, detyrat dhe detyrimet që rrjedhin nga organizimet mbrëmshme, nga burime ligjore operative brenda strukturës policore e që hyjnë aty edhe tek përshkrimive në punës për secilin, sepse në fundit është përshkrimive në punës në kontratën apo mbellimin e punës së policisë e sqaron e mirëfillit se çfarë mund dhe cilat duhet të bëjnë zyrtarët e Kosovës. Nga aty fillon çështja e kalimit të autorizimeve. Nëse një polic zbaton ligjin e policisë Kosovës, autorizimet që ka, dhe e zbaton me pikëpëri detyrat dhe përgjegjësitë që i ndan kodët kontratës punës, nuk kemi të kalim të autorizimeve, por s'kemi të kalim të autorizimeve të policit, s'kemi as të kalim të autorizimit të policëve dhe policisë. Prandaj, në momentin kur ndërhyjet nga politika, policët domethënë janë jo në shërbim të zbatimit të ligjit, por në shërbim të politikës dhe të kalojnë autorizimet e tyre qoftë edhe me përdorimin e dhunës. Në fakt, kur do të ndodhet te kalimi i autorizimeve, do të kemi mundësi edhe të ballafaqimit. Kur kemi mundësi të ballafaqimit, atëherë stata është jashtë kontrollit.